Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit korik për shenjën e Birciapit. Birciap në javën e parë të korikut ju shikoj të ngarkuar nga ana emocionale. Kjo do të jetë një javë ku do doni të qëndroni vetëm, do doni të qëndroni si të izoluar nga të tjerët, sepse është diçka që ju mundon, diçka e brendshme që ka të bëjë me një ndjenjë, me një pëlqim të fortë ndaj dikujt, me një dashuri të pamundur. Arsyet pse kjo dashuri është e pamundur mund të jenë të ndryshme, për Birciap të ndryshëm, për dikë është një person me cilën ju punoni, apo ndoshta keni lidhje shoqërore, e keni njohur, e pëlqeni shumë, keni interes, po nuk e dini nëse edhe ky person ka të njëjtin interes ndaj jush, nuk e dini nëse duhet të bëni një hap përpara apo jo, ndjeni të pasigurt. Për dikë tjetër mund të jetë një dashuri e pamundur sepse ky person është i martuar apo është në një lidhje tjetër. Për disa Birciap mund të jetë një dashuri e përfunduar, por që ju vazhdoni e mendoni, e dini që gjithçka është konsumuar, e dini që është mbyllur si marrëdhënie, si cikël mes jush, por do të keni në këtë javë të parë ëndra me këtë person, do të keni mendime të shumta, momente që ju kthehen si deja vu, dhe do t'jeni shumë konfuz, nuk e dini se çfarë kuptimi ka kjo gjë për jetën tuaj. Jo detyrimisht kur ti shikon një ëndër me një ish partner ose partnere, jo gjithmonë Birciap do të thotë që edhe personi tjetër po mendon për ty, apo që duhet të ketë një rikthim. Ndonjëherë kjo është një shenjë që diçka nga vetja jon, pra kush ti ke qenë në raport me atë person të mungon. Jo të mungon detyrimisht personi, po të mungon një pjesë e vetes tënde, apo një pjesë e eksperiencës që ti ke pasur. Ndoshta në këtë fazë në këtë periudhë të jetës tënde mund të jesh mërzitur, apo mund të jesh në një fazë që jeta është monotone, është shumë rutinë dhe të mungon, le të themi, lumturia apo aventurat apo gjërat interesante që ke bërë në kohën kur ke qenë në këtë marrëdhënie, në këtë lidhje. Pra ajo pjesë e vetes tënde, ajo ndjesi të mungon, jo personi detyrimisht, edhe raporti që ke pasur me personin. Nëse është një gjë që kthehet e tillë, vazhdon pjesa e ëndrave, vazhdon për një kohë të gjatë, dhe ti shikon edhe shenja të tjera, ndoshta ai person bën një hap drejt teje, kjo mund të jetë edhe një shenjë për një rikthim, apo një shenjë që edhe ish partneri ose partnerja ka po interes tek ty, po jo që në ëndrrën e parë apo që në atë mendimin e parë, mos e merrni menjëherë si shenjë për një rikthim. Për të tjerë, unë shikoj që kjo është një javë ku ka edhe gjëra të fshehta që ti me instinkt, me intuit i ndjen, ka diçka që nuk po shkon, mund të jetë edhe një raport shoqëror ku të duket sikur një person ka një hile ndaj teje, nuk është një njerëz i sinqert me ty, sikur të fsheh diçka. Disa Birciap mund të kenë këto dyshime në lidhje me punën. Çfarëdo qoftë kjo, ti po e përgatit veten, intuita jote shumë e zhvilluar, dhe në javën e parë do ta ndjesh si energji, sepse kemi me datë 10 korike dhe hënën e plot në shenjën tuaj në Birciap. Dhe energjia e hënës së plot ndihet 2-3 ditë para, 2-3 ditë pas, pra që në javën e parë fillon kjo pjesa e mbledhjes, intuita, pikpyetjet, si t'ja bëj, pjesa e zhvilluar e ëndrave kushtojnë një rëndësi të veçantë, shenjave që shikoni gjatë kësaj jave, intuitës, deja vuve të ndryshme që mund të keni, ëndrave që mund të keni, sepse shumë të vërteta do dalin në pa. Të vërteta që do t'ju zbuloni në javën e dytë, ku duhet të tregoheni shumë të fortë, Birciap, ta merrni situatën në kontroll. Ju shikoj me një fokus të madh tek puna, do jeni stoik, do bëni sikur s'ka ndodhur asgjë, sikur s'keni kuptuar asgjë, do vazhdoni në heshtje me planet që keni, duke u treguar shumë të pavarur, shumë të fortë emocionalisht. Dhe kjo do të jetë një javë ku është pozitive pjesa e raportit tuaj me prorët tuaj, shikoj edhe një bashkëpunim me një person shumë të suksesshëm, apo një bisedë
mjaft e këndshme me dikë që është i realizuar, një person me status, një person me pushtet, një person që ka mundësi për t'ju ndihmuar shumë nga ana profesionale, një person që ka besim tek ju. Pra nëse ana emocionale nuk jeni mirë në javën e parë, nga ana tjetër, pjesa e punës edhe ana profesionale do t'jetë shumë mirë në javën e dytë. Pra gjithmonë është një lloj kompensimi që një pjesë nuk e ke mirë në jetën tënde, pjesa tjetër është okay. Po ju shoh shumë të ngarkuar dhe nuk është mirë që të gjithë këtë nervozizmin apo këto pakënaqësi ti mblidhni brenda vetes tuaj, mblidhe, sepse në një moment mund të shpërtheni. Kujdes sidomos me emocionet në javën e tretë të korrikut, bricjap. Um, Keni shumë gjëra që jeni të lodhur fizikisht, jeni shumë të lodhur, se kjo biseda vërtet do të jetë shumë e mirë në aspektin e karrierës së të ardhmes tuaj, po ky person do t'ju vendos edhe në provë, do t'ju testoj, do t'ju jap përgjegjësi më shumë, do duhet të bëni shumë më tepër gjëra për treguar se sa të aftë jeni dhe për t'ju dhënë atë mundësi që ju keni diskutuar. Përveç kësaj është edhe pjesa emocionale, ngarkesat, mërzia, inati që keni brenda jush dhe do të keni nevojë për pushim, me patjetër, gjatë të paktën gjatë javës së tretë, javës së fundit, mundohuni në korrik që të bëni një plan për t'u shkëputur, nëse s'keni mundësi të shkëputeni për një javë, shkëputuni për një fundjavë apo shkëputuni për qoftë edhe një ditë, thjesht për të rimarrë forcat, sepse nuk e vazhdoni dot në këtë ritëm. Do ta ndjeni edhe fizikisht veten, do ta ndjeni të pa energji, të kputur, mund të keni edhe në rastet më ekstreme, nëse e vazhdoni po me këtë ritëm, mundet edhe të ndjeni aq të lodhur sa keni nevojë të qëndroni shtrirë, nuk ngriheni dot, nuk vazhdoni dot punën apo rutinën e përditshme. Në javën e fundit ju shikoj më të qetë, ju shikoj më të shplodhur. Kjo do të jetë një javë ku ju shoh edhe shumë nostalgjik, shumë nostalgjik. Jeni në një pikë që nuk keni besim tek njerëzit që takoni, për sa i përket dashurisë edhe ndjenjave, ju kujtohet koha e së shkuarës, ju kujtohen raportet e sinqerta që keni pasur më përpara. Tani jeni në një fazë ku çdo gjë e shikoni me pikpyetje, çdo person që ju afrohet, ju duket sikur do të marrë diçka prej jush, do të përfitojë diçka nga ana monetare, sidomos ato bricjap që janë ndarë dhe kanë fëmijë, jeni shumë të kujdesshëm për të mbrojtur çiltërsinë, fëmijërinë e fëmijës tuaj, pafajësinë e tyre, jeni shumë të kujdesshëm se kë afroni në familjen tuaj apo në ambientin tuaj dhe jeni shumë protektiv, shumë mbrojtës. Keni frikë, keni dyshime në lidhje me dashurinë. Po ju shikoj edhe nostalgjik në lidhje me të shkuarën. Ju thash, kjo ëndrat dhe kjo kujtimi i raportit me këtë person, me këtë ish partner ose partnere, ka të bëjë më shumë me një mall që ju keni për një pjesë të vetes tuaj që ka mbetur në atë marrëdhënie, se sa për personin në vetvete. Pra, ndoshta ti ke mall për atë çiltërsinë që ke pasur, për atë mënyrën se si ti ke qenë në gjendje që ta shijoje gjithçka më me optimizëm. Tani mund të jesh në një fazë ku edhe kur le të themi gjërat shkojnë mirë, edhe kur je me pushime, edhe kur je në një vend të bukur, nuk e shijon më në të njëjtën formë siç mund ta kesh shijuar më përpara, 10 vite apo 15 vite më përpara. Nuk është e njëjta ndjesi, nuk është e njëjta situatë. Kjo ka të bëjë me eksperiencat jetësore, ka të bëjë me çfarë ti ke kaluar, me gjithçka. Ndonjëherë është edhe kur ti e shikon e përjeton shumë të njëjtën gjë, nuk fillon edhe nuk të bën përshtypje. Nuk është një lloj si pushimet e para që mund të bësh në një vend luksoz dhe të kesh shkuar për vite me radhë në vende luksoze, vjen një pikë që edhe nuk është më i njëjti impakt si më përpara, nuk ajo pjesa e kënaqësisë, wow, e surprizës nuk është po një lloj. Kështu që shikoje me veten tënde
çfarë ka brenda teje që ti doje ta kishe sërish në të tashmen tani që të mungon. Dhe nga orakulli, mesazhi nga orakulli i dashurisë dhe i romancës për ty Bricjap thot like attracts like. If you long for more love, be more loving. Pra, energjia e ngjashme tërheq po të njëjtën energji. Nëse ti ndjen që ke nevojë për më shumë dashuri, jep më shumë dashuri. Nëse ti je një person që je pesimist ose pesimiste, nuk ke besim tek askush, nuk hapesh, nuk përfshihesh, nuk e shpreh ndjenjat, do tërheqësh një person që ose do të të vërtetojë atë gjë, që do të t'jap vëmendje në fillim edhe do shkëputet me një herë, ose do tërheqësh një person që ka po të njëjtën sjellje, edhe ti ftoht, pala tjetër ftoht, nuk arrin situata që të zhvillohet më shumë. Kështu që nëse ti ke nevojë për më tepër dashuri, nëse do të përjetosh ndoshta atë çfarë ke përjetuar në atë lidhje më përpara, sillu siç e sjell në atë lidhje më përpara, ndoshta më me spontanitet, më me çiltërsi, më me romanticizëm, më me dashuri, pa e lejuar që eksperiencat të të ndryshë shpirtin në pikën që ti ke një lloj zymtësie me veten tënde që nuk e ke më atë natyrën e çiltër, atë natyrën lozonjare, atë lirin për të qenë i pranishëm ose e pranishme në moment për ta shijuar, sepse tani mund ta mbrosh veten më shumë, mund të kesh frikë më shumë të duash, mund të kesh ndërtuar një lloj muri, një lloj bariere rreth vetes tënde, po mos haro që ti tërheq atë që ti je. Nëse ti je dashuri, nëse ti rrezaton, do tërheqësh edhe një person që po ka dashuri, ka dhe çiltërsi një lloj si ty. Në të kundërt, nëse kjo pjesa e mbrojtjes, nëse kjo pjesa e pesimizmit, e kufizimit vazhdon po një lloj, edhe mundësia që dikush të t'jap dashuri ashtu siç ti e kërkon, deri në pikën që ti të bindesh, edhe kjo nuk është realiste, sepse të gjithë njerëzit kur futen në një marrëdhënie dashurie, prandaj quhet marrëdhënie, marr dhe jep, nëse pret që vetëm të t'jap dikush derisa ti të bindesh, ajo është një kërkesë që do të të lërë në këtë pjesën e zhgënjimit edhe në këtë pjesën e melankolisë. Megjithatë, unë uroj që ta kaloni sa më lehtë këtë si muaj korrikun, përpiquni të pushoni, përpiquni të shpenzoni kohë dhe në gjëra që ju pëlqejnë edhe ju bëjnë të ndiheni të lumtur. Vërtet, ndonjëherë nuk është mirë ta marrësh jetën edhe me seriozitet shumë të madh. Është mirë ta marrësh si lojë, si një aventurë, si një eksperiencë, gjithçka. Kjo është uroj që t'ju kem ndihmuar me këto mesazhe. Ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse ju pëlqeu ky lexim, ju lutem më jepni një like, një koment. Mos harroni të abonoheni, të bëni subscribe. Dhe nëse jeni të interesuar për një lexim privat, mund të rezervoni një lexim me mua direkt nga websajti im në www.goldentruthtarot.com. Linkun e gjeni këtu poshtë tek video dhe tek përshkrimi. Ju falenderoj dhe bashkë të dëgjohemi. Të mirat, mirupafshim.